apo kur ka thonë pejgamberi alayhis salam në atë hadithin e madhështor, kur është ngrit në Miraj dhe e ka taku Ibrahimin alayhis salam të Bejtul Ma'mur, e ka pyet Xhibrilin men hadha alladhi yushbihuni, kush o kush po më ngjasoj ka mua Xhibril, thotë kjo është baba jot Ibrahimi alayhis salam. Pastaj jep selam, thot ahlan bi ibni karim wa nabiyyin karim, mirë se vjen djali jam i ndershëm e pejgamberi i ndershëm. Dhe pastaj bisedojnë transmetimet. Prej bisedave që i bojnë, padyshim se na intereson shumë, pasi në taku dy njerëz më të mirë që kanë ecë në sipërfaqen e tokës. Nuk është quajt kërkusht Khalilu përveç Muhamedit alayhis salam dhe Ibrahimit alayhis salam. Asnjë njeri, asnjë pejgamber. Dhe ku jën taku tek Bejtul Ma'mur në xhenet, të shabja me melekëve, në qiellin e 7. E çka kanë bisedu, thotë i ka thonë Ibrahimi alayhis salam, pejgamberit alayhis salam, selam bëni umetit tën, edhe thuju se xheneti është një tokë e rrafsht, e pambjellne, nuk ka pemë në ta, ndërsa çdo subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, çdo lloj dhikri për këtyre dhikrave është shkak për mbjelljen e një pemë në xhenet. Tash e kuptojna se sa ka ndash selefi xhenetin. Tash e kupton saktë se pse kanë bërë 200.000 herë, 20.000 herë, 50.000 herë dhikr këta njerëz, se përveç që kanë dashur me qenë zemra lidhne, kanë dashur edhe shpërblim në xhenet.